Finalja e madhe. Familja e Gjestit del me njoftim të rëndësishëm për fansat. Në prag të natës finale, familja dhe të afërmit e Gjestit, të cilët menaxhojnë profilin e tij zyrtar në Instagram, kanë dhënë një njoftim të rëndësishëm për të gjithë mbështetësit e tij. Fillimisht ishte parashikuar një grumbullim masiv ditën e shtunë në orën 16:30, por për të shmangur vonesat dhe për të garantuar një organizim sa më të rregullt, orari është shtyrë përpara në 15. Ky aktivitet synon të mbledhë së bashku fansa, miq dhe të afërm, në një atmosferë festive dhe emocionuese. Interesimi është i lartë, sidomos mes të rinjve që po organizohen në grupe për të marrë pjesë dhe për të ndarë këtë moment të veçantë. Gjesti, fal personalitetit të tij të drejtpërdrejtë dhe lojës së fortë, ka krijuar një komunitet besnik që e mbështet në çdo hap. Përmes këtij organizimi, familjarët synojnë jo vetëm të japin një mesazh të fortë mbështetjeje, por edhe të krijojnë një ndjenjë bashkimi mes gjithë atyre që besojnë në rrugtimin e tij. Një ditë e madhe po afrohet dhe për ndjekësit e Gjestit, kjo është më shumë se një finale, është një festë e përbashkët suksesi.